pru Kosovën bush përbërjes. Ti mundesh me thonë, me livdu sa dush, po këta dy, ky bino, bashkë me Albinin, e kanë pru Kosovën për mi kontrollu cep edhe me ruhe teritorin e saj dhe kushtetutshmërinë dhe sovranitetin e saj. Dhe tash, unë e kam thonë një kontest. Ndrysh, tash qohet presidentja qatë, unë e kështu Halil Geci ka thonë më pushkatu, unë po tut në qaj, qysh flat me pushkatu. Unë jam që kjo Halil Geci, familja ime, që kam mbrojt kushtetutën e Kaçanikut, edhe kam pas shumë pasoja. Tu e mbrojt atë kushtetutë Kaçanikut, që kanë bon një institucionet tonë, po. Tash po kam njëjtë atë pasoja që po punona, mi mbrojt një kushtetutën e Sodit, ku dy jurist mirë si Baraliu, thët, është gut presidentja, me këte ka bon një puq politik. Një grusht, jo një puq, po një grusht politik. Unë ja kam thonë që ka thonë Baraliu, që kam thonë jurist, unë që jam jurist. Dhe ja kam thonë, po si kur të kishë fuel në Kore, e kështë përshka, ose në Turqi, ose dikur. Dhe absolut ju, tjera të cene, absolut. Momenti kër i kom pa, që janë ndaj, jam kundështar total dhe sa dijet, se kush është kjo, kush është të fajtori, unë jam kundështar që kam pa me sy. E pse po bojnë thirrje për arrestim të Basës Lil, tonën? Që e poshtë lajme dikun nëse zgaboj në Kua Vizion, nëse zgaboj? Jo, për që të fjallën që e kam thonë, po të tishte shkelin e kushtetutës të banë të... E që është tash prokuroria speciale po dhënë që ka një setimet? Unë nuk e kom një, që kom thonë, që të ndëgjova, më thanë në telefon... Masa një lajna shtetë demokratiko burat në jemë. A i pove lajmen këtëve, prokuroria speciale, ju në që tonë me një këty me shti në burg për 10 vjetë, se e ke thonë presidentës për të vra. O, zatë ruje këtë popull për këti mileti. Unë ma s'ke që uro prej e kësaj. Ma ke që më ka arë që uro, kjo prej e kësaj edhe Haxhef Dyli. E një me jena të Haxhef Dyli kishton që është foto me AI, dhe me kësë është foto për zërë. Kjo një turpi madhë. Kështë, ditë qa ka folë braj. Une me Haxhef Dylin kam folë mirë para në 4 vjetë. Edhe në zyrin e ti, pa e në vretë, unë këto fjallë nuk i vlatë, se s'jam Haxhef Dylin. Në ordinancën e ti në Prizren, janë zyre, por në ordinancë. E që me thonë, a dikë sa ka dashtaj me thonë, mi a bon një argument presidentës dhe mi a bon një argument prokurorisë që e dhonë për tutë nëse njerë ta më dodhë mu. E a ka dhonë dërej që a i përshkak që soja, me ndëndi që ka unë? Jo, bre, nuk është, po 6-7 ditë, që 15 ditaj, që 20 ditë... E ja, unë e po du më të vetë sonte se e ki... Jo, unë e po të tregoj... Qka ka thonë? Jo, aj para kësojna, para 20 dite e kem ditë tonë, aj e jetë astatovë që si s'janë në këtë parti. E kam morë vesh pej... E para 4 vjetë, ana kalëzën që të ka thonë, drejt kalëzën. Kushko? Jo, nuk flasë se s'jam i tilë. Aja e denë që ka folë. Edhe kam qef aja mi ditë që ka folë. Unë për presidentën një kumë thonë, është një karjeriste që kom ju lonë lëqë. Po me ndoj që si hovi që kjo qik, kjo gru, e ka bo punën matë mirë se tonë, e ka paracitë Kosovën në arenën ndërkombëtare, halal i koftë, dhe do të këshia do të mja... Ti i ke thonë? Mja je. Unë e kam thonë, i kumë folë edhe në për media, në për vene tjera. Edhe me shkrimi... E pse keni që të mendim se shpesh thujnë edhe tjerë, thujnë, Vjosa, dhe me thonë, e ka karrieriste, e ka lonë edhe ashimin, e ka lonë, i kumë të gjutë të thonë. Jo, është shumë e vërtet se Vjosa, jo që e ka lonë, po i ka hypë në qafë Fatmir Sejdiv dhe e ka lonë e ka shnjërzu. I ka hypë në qafë Frisës e ka shnjërzu, i hypë edhe këti e shnjërzaj, po për këto s'kom mendu. Se ky binëm banën një punë të madhe, banën e këthynë sovranitetin Mitrovit, i krynë do punë të mbaja, Mitrovica nuk është loj, nuk është punë 1 miliard, 800 milion që për t'i jepë, po punë 500 miliard, 600 miliard, vlerësimet e inxinjerve, njerëzve që janë adekuat për këtë lamin. Absolutisht, po. Edhe tash, kam mendu dhe s'kum thonë, kam livdu edhe djallit e kam thonë, shkon në partit sajës. Kur s'kum thonë,
të Doni Gërvalla, as të Kurti, shkon paraqitësoj se që kjo çik është trajtuar nga... E ke thonë në emision më burr? Ke thonë që kjo çik është